Si sot në studio kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi një nga figurat kyçe të turizmit të Ulqinit. Pas festës së 1 Majit, e cila tradicionalisht shënon edhe nisjen jo zyrtare të sezonit turistik, do të flasim për fluksin e vizitorëve, pritshmëritë dhe përgatitjet për muajt në vijim, por edhe për organizimin që pritet për ditën e pavarësisë së Malit të Zi. Me ne është drejtori i organizatës turistike, zotëriq Azim Hoxhić. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesit, faleminderit në ftesën, përshëndetje për ju. Mirë se erdhët edhe një herë dhe faleminderit që pranuat ftesën. E dim që këto 2-3 ditë e festës 1 Majit, gjithmonë Ulqini është i mbushur me turista. Ju si drejtori i organizatës turistike, ju janë plotësuar ato pritshmëritë që kanë qenë për këtë festë? Pa tjetër të thotë si për çdo vit, Ulqini gjithmonë ishte ai një perle cila gjithmonë ka mbledhur të gjithë, jo vetëm nga rajoni, por edhe nga vendet e tjera, nga Mali i Zi, posaçërisht, që do të thotë ardhshmëria e të gjithë turistëve ka qenë në një numër më të madh se zakonisht gjithmonë në ditët e tjera të majit. Pritshmëritë tona ishin po ashtu të atilla, duke marrë parasysh gjitha këta parametrat të cilat ne i kemi nga hotelet dhe nga akomodimet, nga rezervimet që vinë, domethënë në të gjitha këto hotele. Dhe normalisht nëse flasim, domethënë me atë fatkeqësisht këtë vit Bambu Majfesti ishte ai i cili pushoi, ku t'ju them të drejtën, ndoshta edhe patëm një pak edhe rezervë për atë pjesë, të themi kështu se çfarë do të ndodh. Mirë po, kemi patur një manifestim të tjetër i cili është organizuar në pjesën e Adës së Bunës dhe mendoj se ajo ka frekventuar dhe ka realizuar ato, të themi, ndoshta mangësitë, të cilat ndoshta ishin të pritshme për shkak të Bambu Majfestit, i cili këtë vit ka pushuar, por se do të vazhdoj nga viti i ardhshëm. Dhe në këtë rast, nëse shohim numrat, nëse shohim fluksin, atëherë ndoshta mund të themi kështu siç kemi patur ne lajmërimet, diku rreth 4937 turista ishin të lajmëruar gjatë këtyre ditëve të majit, flasim prej me 30 prill deri me 3 maj. Dhe ajo, nëse flasim për statistikën, diku rreth 3500 e tyre janë në hotele, kurse pjesa tjetër ishte në akomodimin privat. Dhe normalisht nëse flasim realisht me fluksin i cili ishte para ato ditë, normalisht që mund të themi se ka frekventuar një numër më i madh. Duhet pas parasysh është kjo pjesa e Bunës, të themi kështu, të këtyre shtëpizave në Bunë apo brakave, të cilat ishin, mund të themi, të mbushura përplot, dhe pak nga ato të cilët janë persona turist apo vendas apo të Malit të Zi që janë të lajmëruar si turist në organizatën turistike, kurse pjesën e Rivierës Ulqinit, e cila ishte përplot, dhe kemi patur këto kanë qenë disa aktivitete të cilat falë normalisht edhe manifestimit që organizua, edhe normalisht gjatë gjithë pjesës së Ranës, të gjithë nga këto, të themi, lokalet private dhe ato bërnë disa organizime të ndryshme. Do të thotë 13% ishin më tepër të lajmëruar se sa në vitin e kaluar, kurse nëse shikojmë fluksin e kufirit, do të thotë gjatë këtyre 4 ditëve, të themi nga 30 prilli deri me përfundimin e 3 majit në 12 natës, kemi patur diku rreth 67.000 persona, të cilat nga Sukobina kanë hyrë, do të thotë nga Sukobina, në Malë të Zi. Tashti normalisht ato nuk janë të gjithë ato të cilat kanë frekventuar qytetin, por mund të themi se me siguri një pjesë e tyre së paku, nëse është gjysma atyre, është një numër mjaft i konsiderueshëm për qytetin tonë. Thotë kjo ishte një të themi para një fotografi e të gjithë majit të cilët ne kemi. Po ashtu është një gjë shumë e rëndësishme që duhet përmendur në këto ditë. Ne kemi patur vite më parë që kemi angazhuar dhe kemi ofruar disa, hajde të themi ndoshta influencer, apo të themi disa persona kështu pak të elitës, mund të themi se ato dikur i kemi thirrur që të vinë. Kurse që kam vrejtur këto ditët e majit, ato kishin ardhur vetë si turista. Dhe ajo më bën
të kënaqur të themi në një mënyrë. Do të thotë Ulqini i ka tërhekur edhe me gjatë. I ka tërhekur. Si ka qenë bashkëpunimi juaj edhe me bizneset lokale gjatë kësaj periudhe të këtyre pushimeve apo festës punëtorëve? Ne kemi patur, do të thotë, sa i përket bashkëpunimit, ne për çdo, më thanë, organizim, ne për çdo të themi hap që bëhet në pjesën e promovimit të qytetit, ne normalisht që jemi të hapur dhe gjithmonë kemi përkrahur disa aktivitete siç janë, do thotë, hapje, siç e kemi ndoshta për momentin që jemi edhe duke punuar, është kjo pjesa e ruajtjes së trashëgimisë kulturore, ku do të thotë kemi patur disa 7 projekte të cilat i kemi përkrahur si organizatë turistike vitin 2000 në këtë vit, dhe normalisht që jemi shumë të kënaqur ku 2 nga ato 7 projekte janë përfunduar, që ishte edhe hapja në fazën e përfundimit, do të thotë që është kjo hapja e studios etnike dhe ekspozita e botës nënojore nga Gazçitaku. Ato janë projekte të cilat organizata turistike i ka prej vitit të kaluar, në fund të vitit të kaluar, filluan për herë të parë që nga të ardhurat e taksës së banimit, 10% e asaj ne kemi përmbledhur dhe kemi hapur konkursin për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në qytetin tonë. Do të thotë nga 2 janë edhe 5 projekte të tjera që janë në fazë ku detyra atyre është që deri me 1 shtator të jenë të përfunduar, dhe mendoj se kemi bërë një hap të rëndësishëm ku do të vazhdohet tradicionalisht edhe për vitin e ardhshëm, edhe këtë vit do të hapet edhe një herë, do të themi në pjesën e shtatorit, kështu që mendoj se është një diçka mirë ku nuk mundet organizata turistike, nuk mund të arrijë që t'i bëj të themi kështu të vlefshme, përpos asaj janë persona të cilat konkretisht merren me atë punë. Po ashtu vlen të përmendet kemi këtë pjesën që janë pastruar dhe janë mirëmbajtur dhe është hapur një shteg i ri ku organizata turistike të themi kështu e përkrah apo në një mënyrë partneriteti me shoqatën e bjeshkatarëve, ku është hapur shtegu i ri Lipojës dhe shtegu i Albatrosit, i cili është i mirëmbajtur dhe i shenuar, po ashtu edhe shtegu i Valdanosit. Do të thotë këto 3 shtegje përpos që janë të hapura dhe të mirëmbajtura dhe të signalizuara, ne po ashtu kemi bërë edhe mapat për të gjithë turistat që mund të vinë në qytetin tonë dhe mund të kenë ta frekuentojnë atë pjesë. Po ashtu, që ose flasim për pjesën aktuale, do të thotë të cilat jemi tani duke përfunduar dhe jemi marrë këtë pjesën e muaj të kaluar gjithnjë, është promovimi i destinacionit me videoklipe të ndryshme, i të cilat i kemi financuar dhe i kemi financuar për tregun e Gjermanisë, tregun e Polonisë dhe tregun e Çekisë, ku tani për momentin do thotë jemi në tregun e Austrisë dhe normalisht rajoni i cili është gjithnjë i pranit. Kanë arritur deri tani me të shikueshmëritë që kemi më se 1 milion klikime, që do të thotë se sidoqoftë kjo ka një interesi është për qytet. Dhe besojmë që në këtë mënyrë në vazhdimsi do të ketë edhe do të thotë edhe sezoni turistik të kenë një krah ku është e gjithë atë çfarë po mundohemi të bëjmë përveç sezonit turistik të korrikut dhe gushtit, të provojmë dhe të mundohemi që të kemi një sezon më të mirë për qershorin edhe shtatorin. Keni pasur pak ditë më parë edhe panajirin në Prishtinë. Nuk besoj që duhet shumë promovuar Ulqini për miqet dhe turistët tanë kosovarë, sepse mund të them Ulqini është një pjesë e Tyrja. Nëse nuk shkojnë në Ulqen, ato nuk e njehin që kanë bërë një pushim, sado ditë ato pak të jenë. Por si u mikprit kë panajir në qytetin e bukur të Prishtinës? Po, t'ju them të drejtën, ne ishim një delegacion nga Ulqini ku mori pjesë edhe komuna Ulqinit, do thotë së bashku me disa funksioner, dhe në atë nivel që ne kemi shkuar nuk ka qenë asnjë qytet tjetër përveç Ulqinit, sa i përket dorësën. Nëse marrim Shqipërinë, Turqinë dhe Bosnjën e disa vende të tjera të cilat po ashtu ishin prezent në panajir, mund të themi se prezenca jonë ishte ajo e cila e madhnoi dhe i japi rëndësinë të gjithë tregut të Kosovës, ashtu siç
edhe është në fakt, ku rreth 24% të regjistruar të turistëve në qytetin tonë janë të tregut të Prishtinës, dhe normalisht ato pëlqyeshmëria, siç ishte normalisht nuk është e njëjta ajo gjë si kur ishte diku rreth 2-3 vitet e fundit, sepse normalisht liberalizimi i vizave ka ndikuar në qytetin tonë në një pjesë, sidomos 2 vite përpara, por me atë çfarë shoh, do thotë dita ditës, unë mendoj se ato sidoqoftë do rikthehen në qytetin tonë, se duhet pasur parasysh përveç mirësisë që kemi ne me të gjithë ato turistë tradicional të qytetit tonë, është edhe diçka tjetër ku normalisht në qoftë se marrim në krahasim qytetet e tjera bregdetare të Malit të Zi, Ulqini është një qytet përveç bukurisë që ka duke filluar nga lumi, nga deti, nga plazhi, nga plazhet e lira, nga akomodimi që është çmimore, ku fillojnë në 10-15 euro deri në 200-300 euro, pa marrë parasysh, mendoj se atë larmishmëri nuk e kanë qytetet e tjera siç e ka Ulqini. Dhe sidoqoftë flasim edhe për konkurrencën tonë e cila është Shqipëria, apo veriu, pjesa veriore të themi kështu e Shqipërisë, ku bën pjesë prej Durrësit dhe Lezhë dhe Shkodra, apo Velipoja në këtë rast, normalisht që jemi konkurrent me çmime, sepse edhe në Shqipëri kanë luajtur disa çmime dhe normalisht çdo turist i cili nëse ka bërë një pauzë 2 vjeçare që nuk ka ardhur në qytetin ton, normalisht se ai kthehet dhe siç po ndodh, flasim për tregun e Kosovës. A prisni një rritje të numrit me të gjitha këto panajire, sepse nuk është i vetmi këtë vit që keni pasur në Prishtinë, keni pasur edhe në për vende të tjera, por ju si drejtor i organizatës turistike, cilat janë ato pritshmërit juaja për këtë sezon veror 2026? Atëherë, për 2026, pak është vështirë sepse kemi patur një periudhë shumë të mirë, ku jemi nisur, do thotë që nga shkurti, apo pjesa e dytë e janarit dhe pjesën e dytë të shkurtit kemi patur mbas të informacioneve që kemi patur nga gjithë hotelet e mëdha dhe një pjesë të madhe të akomodimit privat ku kanë shtretur, të themi kështu, me tepër se sa akomodimet e vogla, kemi pasur booking apo interesim mjaft të rëndësishëm. Mirë, po nga pjesa e marsit, në pjesën ndoshta nga 3-4 marsi deri me 25 marsit kemi pas një stagnim të plot, pastaj vazhdojnë rezervimet dhe unë besoj se kjo çështja politike aktuale, botërore, ndoshta nuk është e prekur dhe në qytetin dhe në të themi në Mal të Zi, ku jemi një qytet dhe shtet i sigurt për atë, dhe mendoj se pritshmërit janë të mira. Siç japi një mesazh edhe organizata botërore e turizmit që ndoshta mund të lëvizet, çdo turist mund të lëvizë në pjesët më të afërta që ka pranë të themi Evropës, flasim për Evropën tani, mendoj se do të ketë një fluks i cili mendoj se jemi në një avantazh. Supozojmë se nuk do të ndodhë diçka tjetër që nuk varet edhe të gjithë nga ne, por dua të themi se pritshmërit për mua personalisht flas tani janë ndoshta më të mira se sa të themi ndoshta vitin e kaluar në të njëjtën kohë. Panajiret janë të rëndësishme. Mund t'ju them të drejtën personalisht, nga që kur kam ardhur drejtori i organizatës turistike, unë kam menduar se ato nuk janë të rëndësishme. Dhe kemi provuar me stafin të gjithë së bashku që mos të shkojmë në disa panajire. Lokacione, mirë, po tani kemi përzgjedhur disa panajire të cilat e shohim se janë të rëndësishme për neve. Kur flasim për regionin, flasim për Gjermaninë, ku rreth 10% të gjithë turistëve që vinë në qytetin tonë janë të lajmëruar, janë nga Gjermania. Do të thotë kemi qenë në pjesën e Stuttgartit, do të thotë në panajirin e Gjermanisë. Regioni që bën pjesë Serbia me 19%, që është Kosova me 24%, që është do të thotë Bosnia me 16%, ku në shtator jemi partner të panajirit, na kanë ftuar Ulqinin si partner i panajirit të Bosnjës. Mendoj se ja kanë rëndësinë e vet, sepse çdo person, çdo njeri, përveç agjensive, përveç të gjitha këtyre, prezenca e qytetit
do të thot shumë sepse normalisht secili panajir, po ashtu si nga hapja e deri në ditën e fundit, ato të gjithë mediat janë të fokusuar atë ditë në panajir. Së paku, kjo është një pjesë, edhe respektimi i atyre duke shkuar marrë pjesë me një delegacion apo sidoqoftë që jep rëndësinë e tyre për qytetin tonë si destinacion. Cilat tregje turistike më tepër synoni që të jenë në Ulqen këtë vit më tepër? Si e shihni? Po, normalisht është regioni ai i cili e frekventon më tepër, normalisht, por se edhe pjesën tjetër do të thotë mund të kemi një pjesë të Rumunisë, disa turistë të rinj, të themi kështu si treg i ri, i cili po kthehet këto vitet e fundit, do të thotë nga Rumunia, nga Hungaria, Gjermania që është standard të themi si çdo vit, por edhe nga disa informacione të tjera që kemi edhe nga të themi famshmi Mihael, i cili merret seriozisht me këtë pjesën e promovimit të destinacionit të Malit si konkretisht Tivarin dhe Ulqinin. Kemi informacione të mira se do të ketë frekventshmëri, të themi më së shumti. Regioni nënkuptohet, ndoshta do të kemi po ashtu si kemi rritje, çdo vit është në rritje kjo pjesa e tregut të Serbisë, nga që këtë vit kemi edhe një festival të mirënjohuri i cili është shndruar apo është transferuar në qytetin tonë të Ulqinit. Presim që ndoshta do të ketë një numër më të rritshëm sa i përket edhe atij tregut. Po, edhe asaj periudhe. Po. Sa e shihni që ndoshta ban një pengesë edhe infrastruktura e qytetit këtë periudhën e fundit, sa i përket edhe rrugëve dhe të gjitha këtyre, ka ndonjë pengesë? Normalisht, çdo gjë për turistin që vjen dhe nuk është ashtu, nuk është të themi ashtu si çaja ka pritur apo siç e ka lënë, normalisht se ndoshta shkakton një pengesë, por duhet theksuar se në këtë pjesë që jemi ne tani është dikur ishte edhe Tivati së bashku me Herceg-Novin dhe me të gjithë qytetet e tjera. Kjo është një pjesë infrastrukturore që është domosdoshme dhe shumë e rëndësishme për qytetin tonë. Sidomos për turizëm. Ashtu, sidomos për turizëm. Por se normalisht që ajo ka, por duhet marrë parasysh edhe disa gjëra tjera të cilat ndoshta syri i turistit apo të gjithë ne nuk i vrejnë. Duhet pas parasysh se diku nëse flasim për vitet më herët, Ulqini është i pastër në aspektin, a është ndoshta edhe ndërgjegjshmëria e njerëzve, apo është në qytet, duke filluar që nga rana dhe deri në punë ku vijon çdo ditë, qëllon ndonjëherë edhe në kamp, nuk ka pa pastërti duke filluar të themi kështu nga cigaret, nga letrat, të cilat dikur ishin edhe problematike në qytetin tonë. Mund të themi që sadopak janë dërgjegjësuar qytetarët. Janë dërgjegjësuar edhe normalisht edhe ajo është bërë normale sot për një destinacion që nuk është në të gjithë destinacionet, të themi ndoshta në Maltezi, nuk po them, por në pjesë destinacionet të Evropës që janë shumë të rëndësishme, që janë metropole të turizmit, është pastërtia në nivel sa i përket flasim në qytetin tonë. Normalisht gjithmonë nëse dikush thotë mundet ma tepër, mundet gjithmonë ma tepër, edhe turista, edhe punë, edhe gjithçka, por mendoj se ajo ka një plus. Unë supozoj dhe jam i sigurt që deri me datën 1 qershor, flas edhe se nuk është në inglishencën time, nëse ne arrijmë që të gjitha këto punimet të përfundohen deri me 1 qershor, unë mendoj se ajo nuk do të ketë ndonjë pengesë apo me sa shihet ne jemi duke i parë që janë duke u përfunduar, kështu që ju urojmë shumë sukses një ndikim të themi kështu negativ për sa i përket turistëve që do të na vizitojnë. Ne e dim që Ulqini është një vend që ka disa vende dhe pjesë të rëndësishme, si që është Kalaja Ulqinit, Kalaja Shasit, Ullishta, Valdanosi, por sa mendoni që duhet aktivizuar gjatë sezonit veror të ndalim tek Kalaja Ulqinit? Sa duhet të japim ne një rëndësi që edhe turistët të kenë ndoshta një arsye më tepër për ta vizituar Kalan? Atëherë, normalisht, në qoftë se shohim në vitet e kaluara dhe me tani një diferencë, duhet të cekur se mjaft më e frekventueshme është Kalaja në
të themi këto vitet e fundit, se sa më parë, dhe ajo vetë na ndihmon ajo që vërtetohet ajo që kalaja është ajo pjesa e parë dhe pjesa kryesore për të gjithë turistat që vinë në qytetin tonë. Shumica atyre ndoshta 5 ditë, 1 ditë, 3 ditë, sa do qoftë që qëndrojnë në qytetin tonë, mendoj se një turist i cili, sidomos ai që ka ardhur për herë të parë, edhe për herë të dytë, ai ka të domosdoshme të vizitojë qytetin e vjetër, të bukur të cilin ne kemi, që nuk e kanë qytetet e tjera. Ne po përpiqemi nga 7 projektet që i përmendëm më herët, 2 nga ato që janë edhe në fazën përfundimtare, kurse 5 nga ato janë në fazën e vazhdueshme. Disa nga këto projekte janë konkretisht të lidhur me Kalan e Ulqinit dhe me aktivitetet dhe me ruajtjen e trashëgimisë në Kalan e Ulqinit gjatë periudhës së sezonit turistik. Tashti nuk ndoshta mos të flas për projektin se si duket, sepse është personi i cili e ka shkruar dhe do ta kryej, por se mendoj se ajo do të ketë të themi kështu, një frymëzim dhe një frymë të re, ndoshta në Kalan e Ulqinit, dhe një pjesë tjetër që jam i sigurt që për vitin 2027 ne do të nënshkruajmë një kontratë shumë të rëndësishme me një agjenci e cila pron të gjithë kruzerat në qytetin tonë, në qytetin e Tivarit dhe Kotorit. Ne kemi mundësinë që të nënshkruajmë një kontratë, sepse problematika momentale është se autobuset e mëdhenj nuk mund të hynë në portën e poshtme apo të lartme të Kalas, por se ne pretendojmë që në vitin e ardhshëm të ndikojmë si komunë edhe si organizatë turistike në pjesën në qoftë se duhet edhe financiare dhe organizative, që në vend të autobuseve të ndahen në minibuse dhe të kenë mundësi të vinë në portën e sipërme deri në portën e poshtme. Nëse flasim për numrin e turistave, bëhet fjalë për një numër i cili fillon që nga përfundimi i marsit deri në fund të shtatorit, ku bëhet fjalë për çdo 2 ditë nga një autobus ose 2 autobuse. Do të thotë të gjithë kruzerat që janë në pjesën e Kotorit edhe Tivarit, do bëhet lançimi i tyre turistëve në frekventimin një ditor në Kalan e Ulqinit. Kjo është një ide e cila nuk arritën për shkak të jo për shkak tonin, por për shkak të agjencisë e cila nuk e kishte planifikuar në minibuse, ka bërë veç kontratat me buse të mëdha, se normalisht ndikon mjaft sepse të rinj dhe të moshuar nga pjesa e Jadranit të quajtur deri për të ardhur deri në pjesën e Kalas ka disa shkalla, ka disa, do të thotë disa, nuk është rruga fare e lirë, dhe normalisht kjo është një luftë e cilën mendoj se vitin e ardhshëm kemi premtime që do të kemi një kontratë të re me ata. Sa i përket disa gjërave tjera ndoshta aktuale, të cilat ndoshta duhet të përmendur që jemi tani duke përfunduar, që jemi katalogun e autokampeve dhe kampeve të Ulqinit, jemi duke bërë po ashtu edhe përfunduar katalogun e të gjithë plazheve të Ulqinit dhe normalisht po realizohet një virtual tour ku përfshihet, ku të gjithë turistët do të kenë mundësi të shohin qytetin tonë edhe para se vinë në qytetin tonë, ku do të përfshihen të gjithë, të themi kështu, pikat më të rëndësishme të Ulqinit, duke filluar nga pjesa e Bunës dhe duke përfunduar në pjesën e anën të Malit deri në Sukubin, të themi kështu. Dhe përveç asaj, normalisht që aktualisht është përfunduar sot ose do të përfundohet nesër, nuk jam i sigurt, ne do të fillojmë me një free tour për herë të parë, ndoshta të parët në Maltezi që e bëjmë këtë mënyrë, free tour që do të thotë organizimin e të gjithë organizimin e ciceronëve, falas për turistat, ku organizata turistike do t'i përkrah apo do t'i mbështes. Free tour është e njohur në botë që secili turist ka mundësi të shkojnë në një pjesë ku ne si vjet për këtë vit e kemi zgjedhur destinacionin e Kalas, ku 3 herë në javë që nga punkti i poshtë Ploçës do të kalojnë tek Kalaj, një tur e cila do të zgjasë 1 orë e gjysmë deri në 2 orë, ku do të jenë të lajmëruar të gjithë hotelierët, akomodimi privat dhe ajo është nën, të themi kështu, organizimin e organizatës turistike, ku të gjithë turistat dhe
të gjithë pushuesit dhe të gjithë qiradhanësit do të kenë mundësi ta promovojnë që t'i japin mundësinë një turistit që të kenë një free tour, të themi kështu një tur falas për të gjithë turistat në qytetin tonë. Vitin e ardhshëm do të shkojmë, kjo është në gjuhën angleze, do të vazhdojmë edhe në gjuhën gjermane, edhe do të vazhdojmë me destinacione të tjera, siç është Kriporja, siç janë disa udhëtime të tjera. Ulqini ka shumë bukurie natyrore, është vërtet që duhet të promovojmë dhe të tregojmë të gjithë atyre që vinë për të na vizituar qytetin e bukur të Ulqinit. Për festën e pavarësisë së Malit të Zi, do të ketë edhe një koncert nga këngëtari Mirza Selimović. E vërtet. Si janë pritshmëritë tuaja për këtë festë dhe do të ketë Ulqini, do të mbushet përsëri si për 1 maj apo? Mendoj se tradicionalisht, ja dhe jam shumë të themi kështu i sigur që deri me datën 21 maj do t'jenë të hapura edhe objektet e tjera, edhe plazhet e tjera, dhe mendoj se Ulqini deri në atë kohë, mendoj se do t'ketë po ashtu vizitor, tradicionalisht ka vizitor, do thotë edhe nga vitet e kaluara. Ne kemi shënuar atë datë, pasi që është fest edhe vitin e kaluar edhe vitin më herët, dhe normalisht këtë vit me Mirza Selimović që e kemi planifikuar të ishte në pjesën e Svidecembrit, tani e kemi trashëguar të themi në këtë, e kemi transferuar në këtë pjesë ku është data 21 maj. Kemi provuar ta marrim edhe më herët në ditën e komunës, mirë po nuk ishin për të datët e lira etj. Pritshmëritë janë të mira, dhe normalisht përveç kësaj do të ketë edhe disa aktivitete të tjera ku së bashku me komunën e Ulqinit dhe me kuvendin e Ulqinit të bëjmë një organizim të tillë, dhe normalisht me njëherë pas asaj kemi dhe disa aktivitete të tjera ku normalisht do t'jetë dita e fëmijëve, me një qershor, aktivitetet e zakonshme të cilat i kena gjatë gjithë sezonit turistik. Kurse 21 maj do t'jetë i shënuar poshtë në plazhin e vogël, dhe normalisht që pritshmëritë do t'jenë të mira, pasi që përsëri ka një emër dhe mendoj se që nga dita që kemi lajmëruar këtë manifestim, e kemi po ashtu kemi lançuar dhe kemi promovuar në tregjet ku mendojmë se është më e rëndësishme, që është Bosna dhe në një pjesë të jugut të Serbisë, për këtë manifestim që propozojmë ose supozojmë që do të kemi vizitor më tepër ato ditë. Ne ju urojmë punë të mbarë, faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit për të shpalosur të gjitha këto informacione që keni mbi turizmin dhe punën që bëni ju për të pasur një sezon turistike më të mirë. Patjetër, ndoshta nuk ndalëm shumë tek edhe pjesa e festivalit Exit, i cili duhet marrë parasysh se është një festival i cili ndoshta në Europë në vitin 2014, në vitin 2016 dhe në vitin 2024 ka fituar si ndër festivalet më të mira në Europë. Mendoj se është diçka e madhe për qytetin tonë, ku një festival i tillë transferohet në asnjë vend tjetër, por në plazhin e madh, në Ulqin, dhe kjo në mënyrën marketingut, një video i atij të themi promovimit apo të atij manifestimit, të atij festivalit arrin në shumë miliona shikueshmëri, që mendoj se kjo është një promovim afatgjat i qytetit tonë, përveç se eventit i cili mbledh nga 80 shtete të gjithë Evropës edhe botës, mendoj se do të jetë një të themi kështu një risi që Ulqini afatgjat do ta fitojë në të ardhmen. Kjo bëhet pjesë në pjesën e tretë të themi të plazhit të madh, por jo në pjesën e zonës së qetë. Do të thotë si diku ku përmend disa ditë, nuk e di kush e ka përmend disa nga mediat, jo në zonën e qetë, sepse ajo është pjesa konkretisht pjesa e Adës, kështu që ne jemi të sigur se pret një punë e madhe, pret një fluks i madh të turistave, por do t'ja dalim si gjitha deri tani dhe supozojmë në një sezon më të mirë. Ju urojmë shumë suksese, ju falenderoj edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit Ditë e Re. Faleminderit juve për ftesën.